Në mes të oqeanit apo deteve, natën një anije e vogël me një ekipazh të vogël kërkon të orientohet. Me mjete primitive kanë vetëm dorën për të matur këndet në qiell dhe për të orientuar dhe për të gjetur vende se ku do shkojnë. Apo për të matur zona të mëdha e për të krijuar hartat e para njerëzimit. Mijëra vite përpara, njerëzit janë munduar me mjete primitive si duar, gishtat apo shenjat e duarve për të matur këndet në qiell dhe për të parë se si ndryshon qielli në varësi të pozicionit dhe për të matur distancat në tokë. Një metodë e thjeshtë për të matur këndet në qiell është duke zgjatur dorën, duke shtrirë krahun dhe me gishtin e vogël neve mund të formojmë një trashësi sa 1 grad. Domethënë, trashësia e gishtit vogël është 2 herë më e madhe se diametri i hënës, e cila është gjysmë grad në qiell. Nëse kemi gishtin e madh, kemi 2 gradë në qiell. Nëse kemi 3 gishta, kemi maksimumi 5 grad në qiell. Ndërsa kur kemi grushtin, kemi 10 grad, 15 grad dhe 25 grad. Këto janë disa metoda të thjeshta që kanë përdorur njerëzit për shumë kohë për të matur këndet, jo vetëm në qiell, por edhe në tokë, kudo, në distanca që ne duam të masim, për shembull.